Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë ka dënuar me 10 vite burg ish policin Slađan Trajković, i akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile në komunën e Vushtrisë gjatë vitit 1999. Trupi gjykues e shpalli Trajković fajtor për pikën C të aktakuzës, ndërsa për pikat A dhe B ai u shpalli pafajshëm. Trajković nga Mitrovica e Veriut ishte arrestuar më 15 dhjetor 2022 në Mitrovicën e Jugut, dhe që nga ajo kohë ndodhej në paraburgim. Koha e kaluar në paraburgim atij do t'i llogaritet në vuajtjen e dënimit, ndërsa avokatët mbrojtës kanë të drejtë ankese në gjykatën e apelit brenda 30 ditësh. I dënuari kishte punuar për rreth 10 vite në policinë e Kosovës, duke kaluar të gjitha kontrollet e sigurisë së nevojshme për shërbim. Ai ishte gjithashtu një nga rreth 600 policët nga veriu i Kosovës që dhanë dorëheqje nga detyra më 5 nëntor 2022 në shenjë proteste ndaj, siç u tha atëherë, dhunës dhe presionin ndaj serbëve në atë pjesë të vendit. Sipas të dhënave, Trajković jetonte me familjen në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut. Pas 23 vitesh, autoritetet e drejtësisë në Kosovë nisën procedurë penale ndaj tij për krime lufte. Ai u paraqit për herë të parë para gjykatës speciale në Prishtinë pas 10 muajsh nga arrestimi, ku u deklarua i pafajshëm për akuzat. Trajković kishte deklaruar se jeton në Kosovë, se nuk ka pasur probleme me askënd dhe se nuk ishte pasur kur ndërmend të largohej nga vendi. Por aktivistja dhe mbijetuara e dhunës seksuale të luftës Vasfie Krasniqi Gudman ka reaguar pasi gjykata themelore në Prishtinë e dënoi Trajkovićin me vetëm 10 vite burg. Ajo shtron pyetjen: a ju dhimbt kriminali me ja dhënë bile maksimumin që e keni me ligj? Aktgjykimi u shpall të premte nga kryetari i trupit gjykues Gadhënji Marni dhe anëtarët Arben Hoti dhe Donik Shala Abdyli. Në dënimin me burgim të akuzuarit do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Kjo masë atij vazhdohet me akt vendim të veçantë. Trajković gjithashtu obligohet t'i paguajë edhe shpenzimet e procedurës dhe atë 200 euro për paushallin gjyqësor dhe 100 euro për fondin për kompensimin e viktimave të krimit.